13 dhjetor. Ngrihuni, luftoni për vendin tuaj. Ajo që ka ndodhur me gjykatën kushtetuese është skandaloze. Nuk mund të marrë gjykata supreme këtu, ku është shkelja e kushtetutës? Mund të shkojë tek gjykata e apelit, gjykata e lartë, dhe në qoftë se do të kishte ndodhur diku tjetër, mos e duket habi që ndaj tyre do të ishte përdorur edhe dhunë. Këtu kur ndodhen trazirat e mëdha, u publikuan adresat e antarëve të gjykatës supreme, që ma e gjykatën e madhe në këtë tokë, dhe me mira vetë kanë protestuar duke ushtruar tërësni të shtëpitë e tyre. Kur isha në Tiranë, pash se gjykata kushtetuese i ka zyrë te ish komiteti qendror. Degë pushtet. 2 depozitat mëdha ujë. Të palar nga pisliku i Ballukut. Spaku duhet kërkojë arrestimin e saj. Prova nuk ka çfarë përishmë, se unë e di që Byroja e Hetimeve e ka bastisur zyrën e saj rreth 2 javë më parë, në 2 të natës. Urgjentisht dërgoi kurierët e saj me lidhje nga Vjena për të pastruar në New York. Por gjithë mbi këqyre. Firma për Shabanin tregon edhe një herë që PD-s po ikën ashti, zemra, dhe nuk vazhdohet më me lista të mbyllura. Natyrisht që ka njerëz ndershëm, ka njerëz pa përlyer. Nuk kalohet thjesht me ndjetë. Direkt kemi probleme. Çdo administrat në një moment caktuar, vitin e saj të parë ose të dytë, ka një strategjike, se çka do të jenë objektet e Shtetet e Bashkuara, ekonomike, diplomatike, politike, ushtarake, në çështjet e jashtme. Strategjia amerikane sapo doli. Pjesët më të diskutueshme ishin thjesht duke thënë se partnerët tanë, themeluesit e qytetërimit perëndimor evropian, janë të lashe të mëdha. Pastaj autorët e vlerësimit strategjik thanë se përballen me një fshirje qytetërimi. Në këtë raport, qëndrimi i Shteteve të Bashkuara nuk ishte se duhet ta kishte bërë këtë keq, mbase nuk na pëlqen. Ishte më shumë ne duhet të jemi si vend e vëllezër. Si duhet të jemi partner me ju, dhe duam të jemi të barabartë. Po pse janë të zëmruar europianët me ne? Po them, amerikanët. Sepse në këtë platformë strategjike, ku janë objektivat ekonomike, diplomatike, politike dhe ushtarake, Amerika duket ndryshe dhe ka një nga pjesët më kontroverse për ndërtimin e një strategjie të shëndosh. Thonë se partnerët tanë e gjetën themeluesin e qytetërimit perëndimor janë të lashe të mëdha. Asgjë nuk është më shumë poshtëruese ose më e zëmpruar se europianët ndaj një Amerike e re, themeluesit e cilës erdhën nga Europa. Dhe s'ka se si që këta, pra ne amerikanët, ky vend i ri, t'i japi leksione europianëve për atë që po bëjnë gabim. Pra duket që europianët janë shumë të zëmruar. Trump nuk e ka shkruar vetë platformën. Është projekti 2025. Përcaktohet se Europa është në telash. Versioni i tyre rreth marrëveshjes së gjelbër është shumë i dëmshëm se sa këtu në Amerikë. Ata kanë sasi të mjaftueshme gazi, nafte në detin e veriut. Kanë gaz natyror në Francë, në vende të tjera. Megjithatë janë në këtë gracë të tmerrshme, nuk e dia përdor këtë term, duan të kenë energji nga era, nga dielli, çka kushton më shumë dhe nuk është konkurrente në tregun ekonomik botror. Bashkimi Evropian ka humbur vendin e saj në renditjen botërore të GDP-s.
ka rënë shumë poshtë. Dikur bashkë me Amerikën ishin dy fuqit më të mëdha botërore në GDP, në ekonominë botërore. Por ka 20 vjet që ata kanë rënë shumë poshtë. Dhe kjo është shqetësuese. Ata po të kurren, po plaken. Kanë probleme me migracionin. Rreth 45 milion njerëz që vinë kryesisht nga linja mesme. Dhe ndryshe nga ne Amerikanët, nuk kanë një histori në të melting pot, pra që ta asimilojnë. Kështu që është shumë e vështirë për ata të akulturohen, asimilohen, integrohen, sidomos kur ata vinë ilegalisht. Dhe le të jemi sinqert që kryesisht në Europë shkojnë nga lindja mesme. Kështu që kemi atë forcën shumë fisuese të islamit. Të paktën njerëzit që kalojnë kufirin ton jugor, ligjërisht dhe ilegalisht, ka një traditë të përbashkët, le të themi, të krishterë. Europa nuk ka përvojë me emigracionin ilegal. Dhe ata janë të çarmatosur. Thanë se do të paguajnë 2% GDP-s për NATO-n, dhe që nga koha që ka ardhur Trump, kanë premtuar 5%, po këto janë vetëm fjalë, nuk mund t'i bëjnë dot. Nuk mund të shpenzojë Europa 5% GDP-s për mbrojtjen. Dhe ata po përballen me një Putin agresiv, shumë të fuqishëm, dhe kanë afër në Ukrainë. Ndaj në këtë situatë, platforma strategjike amerikane pati një kalibrim. Dhe i thotë që nuk na pëlqen me këtë që po bëni. Ne duhet të jemi me ju vëllezër, të jemi të barabartë. Sepse Evropa, ju jeni themeli i perëndimit, Greqia, Roma, Papa në Rom, rilindja, iluminizmi, e gjitha kjo kulturë madhështore erdhi nga ju. Dhe ne Amerikanët jemi një degëzim, një pasardhës. Ndaj, në platformë thuhet që ne Amerikanët duhet të jemi të barabartë me ju. Pra ju lutem, a mund ta konsideroni ndalimin e censurës, hapjen e diskutimit, ndoshta dhe rivlerësimin e energjisë tuaj, ushtrisë tuaj, çështjeve dhe politikave tuaja të imigracionit, dhe të riktheheni në lojë me ne në një mënyrë 50-50. Ata u zemruan shumë për këtë. Po çfarë i bëri që të zemrohen? Evropa është një lloj proverbiale, përse ajo letra e Xhekut që shë vetëm me një sy, te letrat e Bixhosit, dhe kur e kthen nga krau tjetër shikon diçka tjetër. Çdo administrat mundohet që të jetë të përshtatet me realitetin. Ndaj nuk ka pse Europa të trembet. Duhet të mbrojë civilizimin perëndimor. Këtu është problemi. Dhe kur Trump thotë që Evropa, BE-ja është një bashkësi vendesh dekadente, drejtuar nga lider dobët, kam frikë se ka drejt. Unë do doja që këtë gjuda kishte platforma dhe zoti Trump dhe për Ballkanin. Por shpresni e për rezolutën në Kongres dhe në Senat që Kosovës të mos i preken trojet. Europa ka dy qasje me Amerikën. Kur flet si pjesë e NATO-s, e mbi vlerëson këtë vllajën e madh amerikan që na mbron, dhe pa Amerikën ne marrim fund. Po kur vjen problemi tek të drejtat, mbrojtja e kështrimit evropian, të kulturës evropiane, ata nuk pranojnë asnjë kritik. Dhe sjellin shembujt e Merkelit që thot po, ne mund të marrim mbi 1 milion sirian dhe të asimilojmë kulturën tonë. Nuk ka ngjarë. Këmbanat janë që a do të jetë Europa europiane e civilizimit perëndimor, apo do të shkojnë në një dekadencë. Nga ana ekonomike Europa po vuan. Giganti i Europës është Gjermania. Ka 4 vjet që GDP-n e ka ose negativ ose zero. Dhe kur smuret Gjermania, problemi tjetër është korrupsioni skajor, madhor, i një bashkimi evropian që drejtohet nga burokrat pa votuar si këtu direkt në Kongres dhe në Senat.
kjo administrat do të mbështes forcat e djatha aq sa mund të ketë mundësi. Ndërkohë që europianët do të vazhdojnë vendosin gjoba të mëdha, miliona dollar ndaj kompanive tekut amerikane të mëdha, duke ju thënë që këtu do të bëni biznes siç duam ne. Trump me tarifat gjynjëzon dhe rrëzon çdo qeveri në Europë. Janë miliarda dollar dëme që janë bërë edhe Italisë, edhe pse Piepri është thuajse e përulur në gjynjë ndaj Trumpit. Dhe në betejën e tarifave Europa humbet sepse pa tregun amerikan mbyllen fabrikat në Europë, në Gjermani, punëtorët pa punë dhe krijon problemin e madh. Ideja se mund të mbështesë Ukrainën ushtarakisht është thjesht diçka, do të printojnë para, do të printojnë euro duke rritur inflacionin. Inflacioni është problem edhe këtu, është 3%. Trump nuk ka rritur ta ulë dot në këto 10 muaj, sepse nuk është dhe lehtë. Edhe pse ai me diskursin e tij politik thotë që jam më i suksesshëm presidenti të gjitha kohërave, prap në ekonomi çdo qytetar amerikan, dhe fshatar kur shkon tek shitoret e shikon. Ka rritje të kafes, ka rritje të çmimit të mishit. Pra produktet qirat, benzina, edhe pse ka rënë nën $3, pothuajse ishte 30 kur Trump erdhi në Shtëpinë e Bardhë. Në fakt ai ka bërë shumë çrregullime, ka hequr ato rregullat e pafund të Bidenit për të lehtësuar, sidomos me çmimin e puseve të reja të naftës, por ata milionerë që kontrollojnë këtë industri mbase nuk duan që Trump të jetë aq shumë i suksesshëm. Ka një këmban alarmi, mund ta keni vënë re, në çdo 10 vjet shikohet, bëhet census i popullsisë dhe ndryshon harta e distrikteve për kongres në të gjithë shtetet e Amerikës. Texasi ka vendosur që të bëj rindarjen e distrikteve, çka bën që 5 kongresmen më shumë shkojnë djathtas. Menjëherë u përgjigj Kalifornia, nga ana tjetër dhe kjo u balancua. Shpresa e Trump ishte tek Indiana, një shtet i kuq republikan që kontrollon senatin e shtetit, dhe nuk mendoj se do të ishte e vështirë që të kalonte në senat. J.D. Vance ka shkuar atje, Trump, u shpenzuan miliona dollar, por senati i Indianës, edhe pse kontrollohet nga republikanët, nuk pranoi që t'i shtoheshin edhe 2 karrike të tjera në Kongres Republikanëve. Kjo do t'i bënte të fitues. Por loja mund të hapet në vende të tjera. Nuk mund të prishësh rregullin e lojës sepse do ti në çastet kur ti mendon se duhet mbash Kongresin. Një tjetër që më shqetëson është një kongresmen republikan, i mbështetur dhe nga një senator republikan, do të kalojnë një projekt ligj që Amerika të largohet nga NATO. Nuk besoj se do të kalojë, por vetëm ideja që një kongresmen dhe senator të djathtë arrin të krijojë një projekt ligj për këtë, duhet parë si këmban alarm. Trump po i qarkullon forcat amerikane në Europë, do të heqin nga Rumania. Dhe ju çon mesazh europianëve, do të mbrojeni vetë, nuk ju mbroj më. Nuk i merren tryezë të diskutojnë për paqen në Ukrainë, sepse e di që janë dobët, jo kam thënë diplomatikisht dhe ushtarakisht BE është zero. Korrupsion madhor. Rama, duke parë injorimin, ftofjen, akullnajen që vjen nga zyrtarët amerikanë, shkon gjithmonë për të gjetur stre tek Bashkimi Evropian. Dikur gjente stre poshtë urave, kur ishte qytetar i thjesht. Si kryeministër, duke shkuar nëpër sallonet mondane, i duket vetja i barabartë me Macron. E keni parë se si i përqafon, si i shikon si qenie të ulta, sepse zotëria ka miliarda dollar të vjedhur. Por rrethi është ngushtuar. Balluku duket se është shefja e tij. Çfarë ka tek mesazhet e saj monstruoze? Ky spakaxhiu i ri
pse nuk kërkon arrestimin e Ballukut. Një koleg thoshte që SPAK 0 Mafia 1 është nonsens. Nuk merret me biografi, por i biri Nesip Ibrahimit vendosë çfarë ndodh me luftën ndaj korrupsionit në Shqipëri. Nuk merr gjykata supreme çdo case këtu. Aq më tepër që është gjykatë speciale korrupsion, nuk ka pse shkon fare në kushtetuese. Bangladeshi si qasje do t'i duket lule. Janë disa shenja proteste. Ende shqiptarët kanë frikë të dalin, apo ka të bëjë me ata që i ftojnë për protestë. Nuk pati ftesa për protesta në Bullgari. Ose dje kanë nisur në Rumani. Nuk ka ftesa në Francë, në Greqi. Njeriu me dinjitet proteston. Njeriu nga natyra do të jetë Salmon kundër rrymës. Por është media më e ndyrë, e blerë, e shitur atje. Janë për milionera media opozit me opozitën që thjetë, me hijet me të kaluarën. Por media sociale është për atë njeriu në thjesht me dinjitet. Dhe mënyrat e protestës janë pa fund. Ajo pranvera arabe, di si nisi. Ishte një djalosht në Libi që shiste me tezga ndan rrugës. Nuk kishte leje. Dhe një nga policët, ashtu si që heqin pjatën e supës lapajt, e ka goditur me një shuplak atë djalosh i cili në shenjë proteste do gjë vetën. U do gjithë ai rresht diktator është përshtirë. Ka kaluar në çdo cak, nuk mban më. Sa më shumë zëra, modestisht edhe si unë, nga te oqeanit largë që prapë më dhem ai vend, aq më shpejt do të largohet e keqja. Dhe keqja në Shqipëri ka vetëm një emër, Edwin Rama. Këtë e din shqiptarët, këtë e din edhe në Amerikë. Por duhet ditur se si të ndërtohet një case. Këtë vend, ata që janë aty nuk e njohin se si luhet politikisht, se si lobohet, se si ndërtohen kauzat. Është fakt. Sepse vin nga një kulturë bizantine, otomane, varshaviane, dhe është e vështirë të mbash mbi supe peshën e madhe që ka liria këtij vendi. Edhe njeri lutem, mos shani Amerikën. Nuk është Amerika as Trumpi as Kongresi, Amerika shumë e madhe. Ne ekzistojmë për këtij vendi të madh. Pik. O do të jesh pro-amerikan, ose do të jesh varshavian me Putinin dhe me Vučićin si është Rama. Ua, e keni besuar se është larguar nga trusnia greke? Nuk ka shkuar në 4 korrik të ambasadë amerikane. Nuk shkon në ambasadën amerikane, ambasadë nuk e ftojnë. Ishte tek lamtumira ambasadores Greqisë. Edhe pse i veshur si klon, se Matahari andej ka ardhur. Vëngu, gjithashtu, kanë dili po shuhet. Rrethti po afron, dosit janë masive. Megjithatë ata që vendosin janë shqiptarë. Kjo nuk diskutohet. Kudo në Shqipëri.